Është e premte pasdite dhe jam në Levan, në një grup të rinj nga Kulturën Dirinor, të cilët unë i takoj pothuajse gjatë gjithë kohës, po sot kishim lënë këtë takim për të folur për punën e Shqipërisë. Për çka qeveria shqiptare ka në plan dhe për të gjithë turin që ne po bëjmë në 4 anët e vendit për të informuar jo vetëm socialistët, por edhe qytetarët tanë. Megjithatë, jam e impresionuar sepse dëgjova nga njerëz me vërtet të rinë mosh, siç është Kevin dhe Elisone, që në zonën e Radostinës ata kanë një plan fantastik. Një plan i cili përputet plotësisht me paketat e vendosura nga qeveria shqiptare në dispozicion për dyfishimin e ndërmarrjes, ose nga ana tjetër edhe për mbështetjen e start-upeve. Kevin, përshëndetje. Nuk besoni ri që të rinë kanë këto lloj iniciative. Kështu që zbardhja faqen fjerit. Po, për shembull, në bazë të informacioneve që kemi marrë dhe në bazë të diskutimeve për hapjen e një biznesi të ri, menduam dhe kemi bërë planifikime për hapjen e një biznesi së bashku me Nilsonin dhe në bazë të mbështetjeve nëpërmjet paketave, si për shembull siç janë start-upet për bizneset e reja dhe të vogla, siç do të jemi ne, për marrjen e një kredie të butë, e cilët do ta ndihmojë tepërmas për hapjen e biznesit tonë dhe uljen e riskut dhe për të rritur suksesin tonë në bazë të biznesit që kemi menduar. Kanë çik emocion se nuk flasim kështu, janë shumë më Ne na ka ndihmuar shumë pjesa e startupeve që zoti kryeminist ka prezantuar kohë e fundit. Kjo na ka bërë më kurioztar dhe kemi arritur të lexojmë të gjitha informacionet që ne duhet të nisim një biznes dhe na ka pëlqyer shumë pjesa e paketave dhe ndihma e anës financiare në të gjithë dhe i bëj thirrje të gjithë qytetarëve që kanë dëshirë të hapin një biznes të ri dhe të gjithë të rinjve, më shumë fokusin e kemi tek të rinj, siç jemi dhe ne, që mos të largohen nga Shqipëria, por të qëndrojnë këtu sepse e ardhmja është këtu dhe ka shumë mundësi të ndryshme. Ka disa paketa të ndryshme dhe të gjithë mund të arrijnë të hapin një biznes të vetë. Shfaqin idetë e tyre për hapjen e bizneseve. Idetë që ata kanë mos të rinë dhe të jenë të ndrojtur, por të marrin një hap dhe të ecin përpara. Së bashku me paketat që zoti kryeminist na ka prezantuar. Ju thash që jam e impresionuar, ju pat vetëm 2 prej tyre, ndërkohë që unë kam një grup të madh të rinj këtu me plot ide të reja, të cilat me të vërtetë nuk mbështeten nga qeveria shqiptare. Dhe shumë shpejt do të realizohen. Shumë faleminderit.